Në fshatin Lërs, si zakonisht, ka pas hoxhallar të dalluar, ndryshe nga disa fshatra tjerë. Në fshatin Lërs kanë shërbyer hoxhallar të njohur, të cilët pastaj kanë qenë edhe shumë rol kanë luajtur në qytetin e Tetovës. Unë nuk I kam mbrinj ata të gjithë, për shembull, kam dëgju, prej prindërve kam dëgju se në fshatin Lërs ka qenë ligjërues hoxha I nderuar Inxhieri Mullagarip Efendiu, I cili edhe sot e kësaj dite është përdoret edhe përmendet gjithmonë. Ka qenë një hoxh shumë I respektuar, shumë I nderuar, shumë I vendosur. Shumë me radhë ka pas edhe hoxhallar tjerë, të cilët për në atë kohë kanë qenë ixhazetli. Në kohën kur unë kam qenë në shkollë, kemi pas ka qenë Daud Efendia, edhe ai shumë I aftë, edhe ixhazetli, edhe hoxh, më thonë që kishte një huri të thellë.